Siç e dini deri tash, Liga Demokratike e Kosovës ka ofruar një propozim në formë publike për një qeveri të unitetit. Gjatë kësaj jave do të publikojmë dhe një 15 pikësh të kësaj ose të agjendës të kësaj qeverie të unitetit. Me fjalë të tjera, këto 15 pikë do të ishin dhe 15 tema të kyçe me cilat do të merret kjo qeveri e unitetit. Refuzimi i idesë për një qeveri të unitetit pa ofruar një zgjidhje tjetër fatkeqësisht është insistim në vazhdimin e kësaj blokade 48 orëshe dhe kjo blokadë ose vazhdimi i kësaj blokade 48 orëshe fatkeqësisht por natyrisht do e çonte vendin në zgjedhje të parakohshme të reja ose të ndryshe ripërsëritje të zgjedhjeve parlamentare që patëm në shkurt. Zgjedhjet ose ripërsëritja e zgjedhjeve është gjëja e fundit që i duhet Kosovës. Kosovës tani më, siç kemi deklaruar deri tani, i duhet një qeveri e unitetit, e cila do të kishte një afat të caktuar kohor, një agjendë të caktuar, të cilën po themi do të jenë 15 pika që ne do i propozojmë. Natyrisht do të jetë një propozim, një ftesë për një diskutim e debat publik rreth këtyre 15 temave me gjithë spektrin politik parlamentar ose partive parlamentare të Kuvendit Republikës Kosovës. Fillimisht për shkak edhe të vendimeve të gjykatës kushtetuese, por edhe për shkak të numrave në Kuvendin e Kosovës, pra 48 parlamentarëve të lëvizjes vendosje i takon ose në demokraci do t'i takon të lëvizjes vendosje të ofronte zgjidhje, gjente zgjidhje politike. Fillimisht e përfundimisht zgjidhje politike, fillimisht mos kishim fare këtë blokadë që po e kemi tani, por fundja që të gjente zgjidhje politike për të nxjerrë vendin nga kjo krizë politike në cilën gjendemi tani. Pavarësisht kësaj, Liga Demokratike e Kosovës, ani pse partia e tretë në këto zgjedhje parlamentare, kemi ofruar një zgjidhje që ne besojmë është zgjidhja më e mirë, por sinqerisht dhe e vetmja në këto rrethana, në këtë ngërç politik. Pra një qeveri e unitetit, ku do të merrnin pjesë të gjitha partitë parlamentare në këtë qeveri, proporcionalisht sipas ulseve që kemi në kuvend, me një agjendë të caktuar, me një afat të caktuar. Pra, ne do të ofrojmë, do të publikojmë një agjendë 15 pikëshe, një propozim, për një agjendë 15 pikëshe të kësaj qeverie të unitetit, dhe një kusht do të kishte edhe një afat deri në pranverën e ardhshme kur do të vijë edhe koha për zgjedhur presidentin e radhës. Pra, Liga Demokratike e Kosovës ka ofruar një zgjidhje, është fatkeqësi që partia më e madhe në vend me 48 deputet, pa cilën natyrisht nuk bëhet kjo qeveri e unitetit, e ka refuzuar a priori, e ka refuzuar me njëherë këtë ide. Ne do tentojmë vazhdojmë që të bindim të gjithë spektrin politik, por dhe qytetarët e Kosovës që kjo është e vetmja zgjidhje në këto rrethana. Tash nuk mund të flas për sinjale, për përgjigje nëse ka ndryshuar qëndrim apo jo lëvizjave të vendosjes, do duhej parashtruar atyre nëse do të keni mundësi, nëse do t'ju ofroj mundësinë që t'ju bëni pyetje, por unë mund të them që Liga Demokratike e Kosovës në këto rrethana politike, në këtë ngërç politik të shkaktuar nga partia e parë në vend, të cilës gjykata kushtetuese i ka dhënë të drejtën ekskluzive, por duhet të ceku këtu dhe përgjegjësinë, detyrën ekskluzive që të zgjedh, të emëroj dhe pastaj të zgjedh kryetarin e kuvendit. Kjo parti ka refuzuar deri tani. Është e vetmja ide, e vetmja zgjidhje që mund të ketë Kosova për dalë nga ky ngërç politik në këto rrethana politike, një qeveri e unitetit me afat të caktuar, pa deri në pranverën e vitit të ardhshëm dhe me një agjendë të caktuar, pra 15 pika që do të propozojmë. Faleminderit shumë për pyetjen, se është diçka që duhet sqaruar edhe pse kemi besuar që ka qenë e qartë. Pra, Liga Demokratike e Kosovës në qeverinë e unitetit nuk insiston që ta udhëheq. Pra, nuk kemi emër të përveçëm për te. Por, natyra e saj, pra një qeveri e unitetit, insiston, na obligon që të gjejmë një figurë të unitetit, një figurë që na bashkon të gjithë spektrin politik për ta udhëhequr këtë qeveri. Pra, nuk po insistojmë që LDK-ja ta udhëheqte këtë qeveri, por po insistojmë që pjesëmarrja në atë qeveri të ishte proporcionale sipas ulseve që kemi në kuvend, pra sipas rezultatit zgjedhor parlamentar, dhe njëkohësisht ato qeveri ta udhëheqte një figurë që unifikon, që mund ta udhëheqë një qeveri të unitetit, pra të përbashkimit. Në kupton që nga lëvizja vendosje vjen të jetë kryeministri në bazë të zgjidhjes, a do të jetë Albin Kurti i pranueshëm dhe unifikues apo do të jetë ndonjë emër tjetër? Do duhej të ulim, pra fillimisht të gjitha partitë politike do duhej ta pranonin këtë ide për një qeveri të unitetit, duke përfshirë dhe vetë lëvizjen me vendosje si partia më e madhe në Parlamentin e Kosovës. Pra, do duhet diskutonin pastaj së bashku të ulim dhe të flesim edhe për emrat e përveçëm, qoftë për kryeministër, qoftë për ministra dhe për gjitha pozitat politike. Emri Albin Kurti.
Zoti Kurti në këto 4 vitet e fundit fatkeqësisht ka udhëhequr dhe ka nxitur një polarizim, pra një ndarje të spektit politik, por edhe të diskursit publik. Prandaj besoj që do duhet që së bashku, pra për një qeveri të unitetit, të gjenim një emër i cili përfaqëson dhe mund të arrinte një unitet në këtë qeveri të unitetit. A keni me respektuar çfarë do vendimit të gjykatës kushtetuese ose çfarë do opinioni nëse këtë rast për votimin e fshehtë thotë që është në rregull dhe nuk përbën shkelje kushtetuese. Pra, a keni me votu mandenaj? Lidhja Demokratike e Kosovës është parti mos them me vetmja, por ndër të rrallat në Kosovë që ka respektuar secilin vendim të gjykatës kushtetuese, edhe atëherë kur vendimi i gjykatës kushtetuese ka rrëzuar qeverinë udhëhequr nga vetë LDK-ja. Për këta e kemi dëshmuar duke pranuar edhe vendimet dhe zbatuar vendimet e gjykatës kushtetuese, kur atëherë kanë rrëzuar qeveritë e udhëhequra nga LDK-ja. Pra kjo është një histori e LDK-s, një kontribut në procesin shtetëformues të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Prandaj edhe në këtë rast natyrisht që do e respektonim, por më duhet të sqaroj këtu 2 gjëra. E para, kriza aktuale është krizë politike, jo ligjore, pra nuk kemi një mangësi të interpretimeve ose mirëkuptimeve ose botkuptimeve juridike, por kemi mangësi, hendek, ngërç politik, bllokim politik. Pra, gjykata kushtetuese fatkeqësisht e ka të pamundur që të gjejë zgjidhje për ngërçet politike, por vetëm për ato juridike e kushtetuese. Pra, vendimin e gjykatës kushtetuese, nëse do të ishte pranimit të ndryshimit të procesit të votimit, pra nga i hapur në të mbyllur, natyrisht që ne do e pranonim, por këtu dua të sqaroj edhe një gjë, që kushtetuta e Kosovës nuk një formë, mekanizëm, mënyrë për të obliguar deputetët e Republikës Kosovës për të vepruar ose mos vepruar në çfarëdo forme. Pra, deputeti është i vetmi që zgjidhet me votën e drejtë për drejtë nga qytetari. Fundja jetojmë në republikë parlamentare, ku deputetët janë pozitat më të larta sepse zgjidhen drejt për drejt nga qytetarët dhe i nënshtrohen vetëm mandatit të tyre parlamentar. Pra, u përgjigjen vetëm atyre që i kanë votuar votuesit dhe qytetarët e Kosovës. Pra, si parti do e respektonim vendimin e gjykatës kushtetuese, por si deputet, them edhe një herë se cili do të kishte mandatin e plot kushtetues për të vepruar sipas bindjeve të tij ose të saj. Nëse s'keni pyetje, ju falenderoj gjithëve.